duhet të përdoren, se marrojnë të bashkë. Ajo të rëndohet mes të. Jeta e hapur. Sa herë që mblidhen gratë në një vend, aty mblidhen edhe ide, përvoja, ambicie dhe histori të cilat meritojnë të dëgjohen. Sot në këtë sallë janë gra që kanë vendosur të krijojnë mundësi aty ku shpesh kanë ekzistuar pengesa, gra që kanë zgjedhur të ndërtojnë, të investojnë dhe të udhëheqin. Prania juaj këtu është dëshmi e një ndryshimi të rëndësishëm që po ndodh në ekonominë e vendit tonë. Çdo biznes që ju drejtoni, çdo vend pune që ju krijoni dhe çdo sfidë që te i kaloni kontribon në ndërtimin e një ekonomie më të fortë. Viteve të fundit kemi bërë hapa të rëndësishëm në rritjen e përfaqësimit të grave në politikë. Sot në institucionet tona kemi gra politikane të shquara që udhëheqin me dije, kompetencë, guxim dhe integritet të lartë. Ky progres në sferën politike është konfirmim se kur grave u krijohet hapësira, ato dëshmojnë se janë të zonjat të drejtojnë procese të rëndësishme. Mirëpo, emancipimi politik e shoqëror mbetet i brisht pa emancipimin dhe pavarësinë ekonomike. Zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik nuk mund të ecë me gjysmën e hapit. Ai kërkon potencialin e plotë të gjithë qytetarëve tonë. Prandaj edhe konferencat, summitet e këtilla sikurse ky sot këtu janë kaq jetike. Është domosdoshme që këtë sukses që po e shohim në sferën politike ta shohim me të njëjtën dinamik edhe në ekonomi, në ndërmarrësi e në pronësi të bizneseve. Një grua ekonomikisht e pavarur është shtyllë e një familje të fortë, e një shoqërie përparimtare dhe një ekonomie të zhvilluar. Qeveria e Republikës Kosovës është e bindur se barazia është parimi udhëheqës dhe rruga e vetme drejt progresit. Prandaj jemi kujdesur që mbështetja jonë për gratë në biznese të mos mbetet vetëm deklarative,
por të përkthehet në programe të dedikuara si subvencionimi drejt për drejt dhe lehtësimi i qasjes në financa. E rezultatet flasin vetë. Vitet e fundit përmes skemës për makinerit prodhuese dhe përpunuese janë mbështetur gjithsej 399 biznese, prej të cilave 55 me pronësi ose bashkëpronësi të grave. Përmes skemës së certifikimit të produkteve janë mbështetur 60 biznese, prej të cilave 11 biznese me pronësi ose bashkëpronësi të grave. Në kuadër të projektit Iniciativa për Fuqizim Digital janë mbështetur 124 ndërmarrje, prej të cilave 69 me pronësi ose bashkëpronësi të grave. Në sektorin e artizanatit janë mbështetur 7 biznese, prej të cilave 5 me pronësi ose bashkëpronësi të grave, e në fushën e inovacionit dhe start-upeve janë mbështetur 49 biznese, prej të cilave 12 në pronësi ose bashkëpronësi të grave. Vetëm gjatë vitit 2025 janë mbështetur 16 bizneset grave në industrinë kreative dhe 8 bizneset të grave në sektorin e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit. Gjithsej, përmes skemave të ndryshme mbështetëse, janë përkrahur 732 biznese, prej të cilave 176 biznese me pronësi ose bashkëpronësi të grave. Pra, secili grant, secili projekt, secili biznes është aty sepse aty janë gratë, të cilët kanë marrur guximin të investojnë, të punësojnë, të prodhojnë dhe të kontribuojnë në zhvillimin e vendit tonë. Përveç skemave të granteve të mbështetjes së drejt për drejt për bizneset, qeveria, përkatësisht Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, me krye ministrin tuaj e ton, Mimoza Kusari Lila, po investon rreth 30 milion euro në vit në ndërtimin dhe zhvillimin e parqeve industriale dhe teknologjike, duke krijuar mundësi të reja për ndërmarrësit, përfshirë gratë ndërmarrëse, si dhe duke rritur kapacitetet për prodhimin e produkteve made in Kosova. Njëkohësisht po punojmë në promovimin e bizneseve të suksesshme vendore në tregjet ndërkombëtare. Një shembull i mirë është pjesëmarrja e 10 bizneseve të udhëhequra nga gra në panairin She Leads, i mbajtur javën e kaluar në Zürich të Zvicrës, me mbështetjen e Ministrisë Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit. Edhe gjatë këtij viti, 2026, do të vazhdojmë të zgjerojmë mbështetjen për bizneset, inovacionin, digitalizimin dhe ndërmarrësinë e grave, përfshirë edhe themelimin e divizionit për gratë ndërmarrëse te agjencia të cilën po e krijon Ministria. Në mbështetje të punësimit dhe zhvillimit ekonomik, do të nisë programi Superpuna për gratë, i cili do të garantoj pagën minimale për 6 muaj për gratë që hyjnë ose rikthehen në tregun e punës, duke krijuar përfitime si për punëmarrëset ashtu edhe për bizneset. E të nderuara gra ndërmarrëse, në planin afatshkurtër deri në afatmesëm, një sfidë që do ta ketë ekonomia jonë, e cila po rritet me 4% në vjet, është pikërisht fuqia punëtore. Së pari, fuqia punëtore, dhe së dyti që ndoshta është së pari, fuqia punëtore e kualifikuar. Prandaj kjo superpuna për gratë ekziston si program në mandatin e vjem në mënyrë që sa më shumë gra të punësohen dhe të fitojnë. Ka studime të shumta të cilat tregojnë që gratë nuk ngelen prapa burrave në performancë, në sukses, në rezultat. Por a dini çfarë ka më shumë karshi grave? Ka më shumë dyshim, ka më shumë skepticizëm para prak në performancën e tyre. Rrjedhimisht problemi nuk janë gratë. Problemi janë ata që dyshojnë në gratë. Problemi janë ata që janë skeptik për gratë. E mandej kjo i mvishet grave përkatësisht performancës së tyre. Me fjalë tjera, në Kosovë, po jo vetëm, se kjo është gjithandej botës, ku më shumë e ku më pak, dhe ndryshon përgjatë kohës së historisë, nuk është problemi mungesa e performancës së grave, sa tepria e skepticizmit karshi tyre. E ne si Qeveria e Republikës Kosovës me programe konkrete dëshmojmë se ne besojmë në ju. Ne nuk dyshojmë në ju, ne nuk jemi skeptik për ju, përkundrazi ne besojmë fort tek ju. It's a pleasure to join you today at the Women in Business She Rises 2026.
The title of today's conference carries a powerful message. She rises. It seems to involve success already achieved and celebration of this success. And how important it is that women rise. We agree on that. We would like to think that when women rise, everything around can potentially improve. Business, the economy and the society as a whole can become more well-off. However, and you recalled it, Prime Minister, the reality is more concrete and less easy. Not only here in Kosovo, but everywhere. If it was easy, governments all over the world would be making their best to facilitate that rise, to make it easier for women to grow. We all know that it's not that easy. While I expect today's event would be about celebrating success, we also have to recognize the unexploited potential that still exists. After a few years here, I could witness that Kosovo has talented, ambitious, and innovative women. They are starting businesses, creating jobs, opening new markets, and contributing to their communities. From larger business in technology, digitalization, or the energy sectors, to smaller initiatives in fashion, translation, agriculture, ecology, or aesthetics, Kosovo does not lack women's talents. Yet we know that women entrepreneurs continue to face obstacles in accessing finance and business network. Clearly, if they do not own property, banks will not give them loans. This is no topic here. At the same time, many business opportunities and conversations still happen at hours and surroundings where women are not present. Unfortunately, the lack of actual access to leadership positions for women means that these barriers remain many times overlooked. I believe, though, that Kosovo is starting to understand that removing these obstacles is not only a matter of equality, but also important to help Kosovo economy and growth. Mayor Renges, and good morning. It is an honor to join you for the opening of the Kosovo's first Women in Business Conference. Let me start by recognizing dear Caretaker Albin Kurti, Prime Minister, Caretaker Minister Mimosa Kusari-Vila, and also Caretaker Minister Andin Hoti, and also to the distinguished friends and colleagues that are here, and also especially to all the entrepreneurs that are here today. I also want to acknowledge the other business leaders, government officials, and international partners. Your presence reflects a shared commitment to Kosovo's economic future and to unlocking the full potential of its business community. This kind of institutional commitment is exactly what transforms collaboration into results. Progress requires more than a single event. It requires continued engagement and practical solutions. So my team today has given me a whole list of numbers about the participation of women in the workforce, women entrepreneurs. These are all numbers that all of you here know of, and all numbers that we've heard this morning and you'll continue to hear today. And for those of you that are women entrepreneurs, these numbers are reality for you. Every time you walk into a room, anytime you walk into a space, you know the numbers, you feel the numbers, and you live these numbers. So the question not today are what are these numbers? The question is, what is every one of us here today doing to change those numbers? What are we doing to make sure that these numbers that are pretty low are increasing daily, monthly, yearly? So at some point, there's not going to be a question about these numbers. There's never going to be a question about whether women should be in this space. There's never going to be a question about whether the number of women in business or the number of women entrepreneurs need to increase. This highlights both the challenges women entrepreneurs face and also the enormous untapped potential they represent. This is why conferences like this are so important. To have the voice of the women entrepreneurs here today, that is why it's so important. This is why mentorship is so important. This is why training and opening the opportunities for women is so important. This is why having men participate in these events is so important. It's why it's so important to normalize the presence of women everywhere in all spaces is so important. The United States believes that economic growth is built on opportunity, innovation, and practical collaboration. When we bring together the energy of entrepreneurs, the experience of financial institutions, and the support of government, we create the conditions for real sustainable prosperity.
We have seen this firsthand when access to finance, training, and technology is expanded. New ideas take root, jobs are created, and communities go stronger. This is why the United States Embassy and the United States has supported initiatives that connect all of Kosovo's entrepreneurs, including women, with American companies, investors, and markets. We know that partnerships, rooted in shared goals, deliver results for everyone involved. This conference is about more than discussing challenges. It is about identifying practical solutions. It is about building networks that lead to new ventures. As Kosovo's community of women entrepreneurs continues to grow, American companies can identify new partners and expand business relationships. These connections strengthen economic growth while positioning American firms as preferred partners in Kosovo's development. I'm so happy to see Kosovo's government and its partners launching these grant and digitalization schemes. As we look ahead, let's champion policies that reward merit, encourage investment, and drive growth. Let's ensure that talented entrepreneurs have the tools they need to succeed, regardless of background, circumstance, or gender. And remember that every new business, every new job, and every new idea strengthens Kosovo's economy. And also, let's remember that there should hopefully be a time in the future where no one questions an entrepreneur as a man or a woman. It should never be a question. It should be based on merit, opportunity, and ability. And let it never be said that women are any less than men in any of those areas. I'm looking forward to the conversations, partnerships, and opportunities that will emerge from this conference and to the progress we will achieve together. So thank you again, and thank you again, Caretaker Minister Mimosa, for organizing this. And I hope this is the first of many fruitful conversations and discussions, but not just discussions and conversations, but hopefully this will lead to meaningful action that will change those numbers that we will probably spend a lot of time talking about today. Thank you again.